7 të rinj nxënës të shkollës Mihal Ekonomi morën pjesë në projektin ndërkombëtar Strength with Youth, një shkëmbim kulturor mes të rinjve nga Shqipëria, Spanja, Portugalia dhe Suedia, i zhvilluar në Pietra Laves në Spanjë. Pjesëmarrja e tyre u realizuar përmes organizatës frinore Empowered Youth Network në Durrës. Mora një ftesë zyrtare nga një organizatë në Spanjë për të bërë një shkëmbim rinor për 10 ditë. Unë faktikisht kam qenë vetë nxënëse e shkollës Mihal Ekonomi dhe për këtë arsye vendosa që në këtë projekt të përfshija nxënësit e shkollës time. Kanë qenë 9 të rinj, të cilët u angazhuan në mënyra të ndryshme, duke nisur nga e folura në publik, duke nisur në aktivitete jo formale, kemi bërë shumë aktivitete në natyrë dhe gjithë secili ka dhënë kontributin e vet, qoftë në organizimin e aktiviteteve, por edhe në shprehjen e vetes së tyre. Joan Leka, Darsi Prodani, Kristel Tabaku, Alisa Dervishi, Anja Canaj, Emi Deliu dhe Kledia Velaj përfaqësuan veten, aktivizmin e tyre dhe vlerat që përçojnë si pjesë e një komuniteti të angazhuar rinor dhe sot treguan para bashkëmoshatarëve të tyre shumë çka nga eksperjenca e ditëve të kaluara në Spanjë. Një eksperiencë kjo që i ndihmoi të zbulojnë më shumë për veten, të forcojnë vetbesimin dhe aftësitë komunikuese dhe të ndihen më të përgatitur për sfidat që sjellë e ardhmja. Ndjesha shumë rehat, nuk isha komplekse, mund të tregoja veten time pas një lloj frike, edhe realisht mund të them që është një eksperiencë që do ta mbaj gjatë në memorien time dhe jam shumë mirënjohësi që mra raste ta provoj sikur dhe një herë në jetë. Përgjithsisht ishte projekti i parë, mësova shumë gjëra, mësova se si mund të komunikoj me të tjerët në mënyrë jo vinuese, më të qetë. Mësova si të kontrolloj të menaxhoj emocionet e mia, që mos të tregoj të tjerëve një anë për shkak që ata nuk duan të shohin ose një anë tjetër time. Nga ky projekt mësova që të jem më socializueshme dhe kuptova që më pëlqen shumë të njihem persona të rinj, edhe pse më përpara nuk kam qenë shumë person i hapur, por ky udhtim më tregoi që jam dikush tjetër. Gjatë kësaj aventure të paharrueshme, ata morën pjesë në aktivitete edukative dhe krijuese, diskutuan mbi çështje të rëndësishme për rinin, me fokus te shëndeti mendor dhe mirëqenia, ndan kultura dhe përvoja personale, si dhe ndërtuan ura misie që ka përcejnë kufijt.